Çfarë ndodh trupit të njeriut nëse pini vaj ulliri me stomak bosh? Do të habiteni me rezultatet. Vaj ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole, sterile dhe acide yndyrore si acidi linolenik dhe palmatik, acidi oleik dhe yndyrna esenciale për një shëndet të mirë, duke qenë se është lehtësisht i tretshëm. Vajin e ullirit mund ta konsumoni në gjellëra dhe sallatara, por a e dini se ç'ndodh nëse pini një lugë gjelle vaj ullirit çdo ditë me stomak bosh? Le ta zbulojmë së bashku. Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni trukun e mëposhtëm. Të pini një lugë gjelle me vaj ulliri me stomak bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionin e sistemit imunitar. Ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet dhe rënien e flokëve. Vaji i ullirit nuk mund të mungojë kurse në rutinën tuaj të përditshme, të bukurisë, sidomos nëse ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjesht me pak vaj ose i kombinuar me të kuqe të vezës, pure karrotash ose vaj kokosi dhe fytyra do të ndjejë ndryshimet e para. Mëlçia është një ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjithë elementet ushqimor, siç janë yndyrnat, proteinat, karbohidratet, vitaminat, kriprat, mineralet e tjerë. Prodhon substanca për të përthithur vitaminën K, ndihmon në përthithjen e vitaminës A nga beta-karoten, prodhon enzima për të tretur ushqimin, funksionon si detoksikues për të larguar lëndët toksike që janë marrë nga ushqimi apo janë prodhuar në aparatin tretës. Por si çdo organ tjetër, dhe mëlçia ka nevojë të detoksifikohet. Përzijeni një lugë gjellë me vaj ulliri dhe një lugë gjellë me lëng limoni dhe pijeni esëll çdo mëngjes. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurse as në regjimin ushqimor të prekurve nga diabeti. Madje sipas mjekëve, ata duhet të konsumojnë vetëm ushqime të gatuara me vaj ulliri, pasi ul nivelet e kolesterolit dhe balancon nivelet e glukozës në gjak.